Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Plas sheri i ashpër në ferm. Vanessa shpërthen në lot. Një situatë e tensionuar është regjistruar sot në ferm, ku një bisede thjesht mes banorëve është kthyer në një debat emocional. Protagonistë të momentit kanë qenë Vanessa dhe banori më i ri, Henry. Gjithçka nisi si një pyetje nga ana e Henryt lidhur me jetën sentimentale të këngëtares, konkretisht të raportin e saj me Indrin. I pyetur nëse e sheh këtë lidhje si afatgjat, Vanessa u përgjigj pa hezitim po. Biseda vijoi edhe më tej duke prekur ish partnerin e saj jashtë fermës, për të cilin ai pranoi se pret një përballje ose kërkesë llogarie pas përfundimit të eksperiencës në reality show. Megjithatë, situata mori një kthes të papritur kur Henry preku një temë shumë personale, marrëdhënien e Vanessës me vëllain e saj, duke ju referuar një momenti të mëparshëm në ekran, ku ata u shfaqën shumë të afërt dhe shkëmbyen një puthje në buzë. Ai e pyeti. Kjo ishte pika ku tensioni shpërtheu. E prekur dhe i irrituar, Vanessa nuk arriti të përmbajë emocionet dhe reagoi me lot. Ajo i cilësoi marrëdhënien me vëllain të shenjtë, duke shtuar se e konsideron atë si bebin e saj dhe një gest i tillë nuk ka asnjë domethënie tjetër për ta. Pas debatit, këngëtarja u largua dhe biseda u shfrye me banorët e tjerë, duke vendosur një kufi të qartë. Kur vjen puna tek vëllai, askush nuk guxon të përmend. Shprehet ajo.